Hey njerëz të bukur, mirë se keni ardhur në episodin e radhës të What the Fuck Daily. Çfarë ka ndodhur këto ditë? Do ju a them unë tani. Do ta nisim me një lajm pak të trisht se ka të bëjë me ndarjen e Shpat Kasapit me bashkëshorten e tij Selvia. Ky lajm në fakt ka ditë që përflitet në rrjetet sociale, a janë ndarë, a janë bashkë apo kalojnë një krizë, por lajmi është konfirmuar nga vetë Selvia, e cila ka postuar një story me foton e stadiumit Air Albania nga mbrapa. Nuk e di, ndoshta ky stadium simbolizon dashurinë e tyre ose lidhjen me Tiranën, por ajo ka shkruar në story specifikisht ditët e fundit në Tiranë. Më në fund po largohem. Thua ti sikur e ka mbajtur njëri me zor. Por zemra ime do të mbaj gjithmonë një copës nga ky qytet. Në çdo cep të saj kam lënë pjesë të shpirtit tim. Një grua që luftoi, qeshi, u rrëzua dhe u ngrit për veten dhe djalin e saj. Tirana s'do jetë më e njëjta pa mua dhe as unë pa të. Që Tirana s'do jetë e njëjtë pa ty nuk mund ta them me siguri, por më vjen keq për këtë lajm të trisht që dysha është ndarë pasi janë dhe prindër të një djali 3 vjeçar të quajtur Roel. Ne nuk mund të themi gjë tjetër veç se urojmë që të dy si Shpati dhe Selvia të kenë bashkëpunimin që duhet për të rritur fëmijën, se në fund të fundit fëmia ka më shumë rëndësi se sa çdo gjë tjetër. Shikoni, unë kur po xhiroja këtë episod harrova, më doli nga mendja për një lajm i cili ka shokuar të gjithë. Debati online mes Xhibanit dhe Alketa Vejsiut. Xhibani bëri atë deklaratën që dhe nisi e tha në episodin e shkuar të Dailyt, ku quajti, bëri një thirrje për të gjithë vajzat me atë fjalën që fillon me k, që unë s'po e them, edhe tha që shiko, largoni nga unë sepse unë s'kam lekë, kështu, unë jam vetëm për dashuri, pra bëri një deklaratë që nxiti dhe reagimin e Alketa Vejsiut. Në Instagramin e saj podcast by Alketa Vejsiut, ajo ka reaguar ku ka thënë versionin e saj mbi këtë lajm që Xhibani përhapi kudo në mediat online. Por Xhibani nuk ka pritur as një sekond dhe ka reaguar gjithashtu ku ka thënë që ai nuk e kishte për gratë. Ai e kishte vetëm për ato vajza që janë pik. Dhe ju sot ta ndiqni tani se çfarë ka thënë konkretisht. Alketa nuk kam pse përmend fjalën gruan dhe fjalën sepse nuk kam dash të drejtohem grave, kam dash të drejtohem 2-3 Po unë personalisht nuk e di, nuk e vë dorën në zjarr në qoftë ai shkrim nga faqja e Alketës është bërë pikërisht nga Alketa apo nga ndonjë gazetare që Alketa ka punësuar. Por që mbetet të shihet në qoftë se Alketa ose stafi i saj do të ketë një përgjigje për Xhibanin apo jo. Ndërkohë ndiqni lajmet e tjera që kisha përgatitur. Lajmi i radhës ka të bëjë për një rilindje dashurie ndoshta, sepse kështu është showbiz, dikush ndahet, dikush është në fillimet e lidhjes, dhe ka të bëjë me 2 prej fermerëve në ferma VIP. Ju a merr mendja që Eran Thojli dhe Elinara mund të kenë diçka bashk? Po, është përfolur në prajmin e fundit tek ferma VIP se dysha mund të ketë nisur një romancë të re dhe të dy janë vënë në siklet nga Luana dhe janë pyetur se nëse kanë diçka me njëri tjetrin, por të dy kanë thënë që është ende në fillimet e tyre, është më shumë se shoqëri ose është niveli më i lartë i shoqërisë, por të dy nuk e kanë pranuar që është dashuri. Erandi ka thënë që po patjetër ka diçka, në respekt të gjithë të shkuarës time, unë kam 2 vajza, kam dhe një ish-grua të cilën e kam po aq mikesh dhe në respekt të gjithë shkaj ne jemi përballë kamerave dhe Elinara ka 2 vajza, kështu që është dëshira për të kaluar bukur. Luana i thot mos është kjo vallë një pengesë dhe i thot që unë mendoj që ka një pengesë, por nuk flas me siguri. Unë të thoja Luana që ne jemi djegur në të shkuarën për të vendosur, pra duket sikur si Erandi, si Elinara janë të stepur për ta marrë përsipër këtë dashuri të re dhe ndoshta duhet t'i japin kohë, ndoshta do e njohin njëri tjetrin dhe jashtë fermës. Por si dyshe në fakt me sa kam parë mua më kanë pëlqyer dhe shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin. Ndërkohë, kalojmë nga një rinisje dashurie tek një ndarje e bujshme. Ja mori mendja që Alba do ndajë me Limin, se unë për zotin po numëroja ditët. Ka publikuar një story ku ka thënë i dashur publik që më ndjek dhe më vlerëson për atë që jam, Nuk është gjithmonë e lehtë të ndash diçka kaq personale, por ndjej që është momenti i dur për ta thënë qartë. Unë dhe ai, nuk ja ka përmendë emrin Limit, unë dhe ai pas një periudhe reflektimi, kemi vendosur të ndjekim rrugë të ndara, ndajmë kujtime, jo më plane. Si duket, kjo i ka thënë, Limja do vemi në jug në i fundjavë për në i plan veror, ai ka thënë, shiko se unë them dajmë i fare, më mirë.
Dhe ja, kështu nda historia më e bukur e dashurisë e këtij edicioni të Femrall VIP. Por që të gjithë besoj e parashikuam që s'do e kapte as shtatorin kjo histori dashurie. Ndërkohë tani unë dua të bëj një klasifikim tjetër, top 5 këngët më të klikuara të Noise gjatë gjithë karrierës së tij. Në vendin e 5 është Jena mbretur 2 me 66 milion klikime. Në vendin e 4 është bashkëpunimi me Loredanën, Heart Attack me 74 milion klikime. Në vendin e 3 është bashkëpunimi me Raf Kamora, Toto me 113 milion klikime. Në vendin e 2 është bashkëpunimi me Dhurata Dorën, kënga e quajtur Mi Amor me 180 milion klikime dhe në vendin e parë me një diferencë shumë të vogël nga kënga Mi Amor qëndron ende në fron Enca me Bow Down. Bashkëpunimi më i suksesshëm i të dy artistëve është me njëri tjetrin. Noise dhe Enca numërojnë 183 milion klikime. Në fakt dhe Enca në Goca dhe Gra tha që suksesi më i madh i tyre është bashkëpunimi që ata kanë bashkë Bow Down dhe ndoshta do t'i shohim sërish në një bashkëpunim në të ardhmen. Ku i dihet. Ndërkohë ne do të shihemi bashkë të premten ora 8:00 me WTF Show. Deri atëherë, kalofshi bukur. Ándale!